Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ju përshëndesim nga Medinaja e ndriçuar. Dhe ne tani vazhdojmë, pra sot jemi tek shkronja e parafundit, pra jemi tek shkronja Ain. Pra shikoni, jemi tek mësimi 36 dhe kemi vetëm edhe një mësim. Pra është mësimi shkronja Ghain, mësimi 37, pra dhe fund. Pra ne tani vazhdojmë me mësimin e shkronjës Ain. Shikoni, pra Aini është në këtë formë. A shkronja A mirë po me fet. A, I dhe U. Pra shikoni, ky tingull nuk ekziston në gjuhën tonë. Formohet në atë mënyrë duke shqiptuar me gjysmë zëri forte dhe me fet shkronjën A. Po ashtu edhe kjo shkronjë ka lidhëmëri në të dy anët. Tash shikoni format e shkronjës Ain. E kemi kështu. E kemi në këtë formë, e kemi kështu, kështu dhe kështu. Pra këto të gjitha janë Aini, shkronja Ain. Më së miri ti shembullin e kuptojmë me lexim. Atëherë, pra kjo është këto që kemi Ain. Pra kjo shqiptohet vetëm A. A mirë po me fet. Pra nuk është E, nuk është A normale, po është A me fet. Shikoj, kemi shënu A me fet. Për shembull, A. E kemi tek surja Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shikoj, e kemi këtë Ainin. Alamin. Pra nuk është Alhamdulillahi rabbil alamin, po Alhamdulillahi rabbil alamin. Pra thuhet me fet. A. Pastaj e kemi I. Shikoni, A, I, U. Danjar, A me fet, I me fet, U me fet. A, I, U. Pra kjo është Aini, vetëm shqiptohet me fet. Këtu e kemi An. Pra duhet me shqiptu mirë me fet. Pra mos e leni mbasdore, pasi që pastaj keni problem. An. Pastaj In. E kemi Ainin, pra të nëvinin inë, se e kanë bashku shumë. In. Pastaj këtu e kemi me zgat. Sikur kjo forma është para tek surja Fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pra kemi A. Pra këtu duhet me zgjat. A. E qartë, këtu e kemi E, I. Shikoni, E. Pastaj kemi këtu, e kemi hiç pa Ain. Pra kemi këtu shkronjën I, e kemi normale. I, pra këtu tani nuk duhet me bë me fet. Pra vetëm I e qet. Pastaj këtu e kemi me fet, pra U, Aini është. U. Jo me thonë U, po U. Shikoni, pra ka dallim. U. Pra është pak e vështirë, pasi që nuk e kemi këtë shkronjë, mirë po duke u ushtruar arrihet shumë lehtë. Mirë po nëse tani nuk mundohesh, do të kesh problem. Vazhdojmë. Eu, pra e kemi këtu, e kemi në mënyrën normale, pra nuk kemi Ain. Eu. Ndërsa këtu Au. Shikoni, Au. A edhe V. Au. E kemi thonë se V-ja nuk shqiptohet sikur e gjuhës shqipe, po sikur W-ja e anglishtës. Au. Dhe jo me thonë av, po Au. Aini edhe V-ja. Pastaj këtu e kemi Ish. Jo me thonë Ish, po Ish. Vetëm Ish. I edhe sh, ama I në qëtë me fet. Ish. E qartë? Pastaj kjo shkon deri këtu, pra me. Dhe tani kur na vjen Aini pa, shikoni, pa vizën lart, ose vizën poshtë, ose ujën, pra pa A, I, U, nëse na vjen Aini, atëherë bëhet mirë po me fet. Pra nuk është shumë e vështirë, edhe se tani në shpjegim ju duket e vështirë, mirë po
kur të fillosh dhe të lexosh, inshallah ka më të duk lehtë. Pra mos u dorëzo se jemi në fund. Edhe një herë, pra kjo lexohet shikoni tani addada addada. Shikoni kemi ajën, d-ën me të shtet, pra që shtrëngojmë addada addada. Duhet me thonë addada addada. Ajën e kemi këtu. Mirë, po jo me shqiptu shumë addada, jo me thonë, po addada addada. Pra ushtrone addada addada, në fakt duhet me u mundu me thonë addada. Dhe e fundit bu'itha bu'itha. Pra kemi ajnin tani këtu. Shikoni kjo lloj e ajnit. E kemi i bu'itha bu'itha. Jo me thonë bu'itha, po bu'itha. Pra ka dallim ija me ijen. I bu'itha. E kështu më radhë, pra duhet që ta lexoni këtë të plot. Zoti ju ruaj, Zoti është për left.